Po këtu me doktor Gjegji Simakun, nuk është edhe parë për çështjen e energjisë flasim, edhe po flasim për energjinë, nuk mund të mos jetë doktor Simaku, I cili ka dhënë një kontribut shquar në këtë drejtim kohët e fundit, për arsye se ka pasur zhvillime këtu tani që lidhen edhe me këto çështjen e Ministrisë së Energjisë e zonjës Balluku e kështu me radhë, shumë probleme, dhe lajmi sot është për një vendim të Komunitetit të Energjisë, të Këshillit Ministerial të Komunitetit të Energjisë nga Vjena, pra, që jep disa, dhe na trajtoi Gjegji, besoj detajuara, po që t'i kuptojnë dhe publiku, po unë po them vetëm atë që është, që duket edhe nga mediat si më sensacionale, është ajo që veprimtaria e Ministrisë Energjisë në radhë parë, po e gjithë qeverisë në lidhje me problemet e energjisë është në një situatë që mund të krijojë një bllokim në anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nëse nuk realizon disa detyra të cilat nuk janë realizuar. Fjala për Simakun. Atëherë, faleminderit për ftesën. Unë sot gjatë gjithë ditës, kur mora vesh se do më ftoje në këtë podcast, zhvillova një, si thua, një pash gjitha kanalet se si ky lajm përcillesh në Shqipëri, në ç'më mënyrë ushqeshin konsumatorët shqiptar me këtë lloj lajmi. Kuptohet që opozita çonte deri në përjashtimin e Shqipërisë nga traktati I Komunitetit të Energjisë, I cili është formuar në 2005-ën, ku ne jemi vend kontraktues, dhe duhet të thënë dy fjalë për Komunitetin e Energjisë, e cila nuk është gjë tjetër veç është një paradhon drejt Bashkimit Evropian. Duke qenë se një nga çështjet më të nxehta sot është energjia. Energjia mbetet një problematikë e cila trajtohet me një kontratë tjetër 10 vjeçare. Kjo është kontrata e tretë që ka Komuniteti I Energjisë, dhe vendet kontraktuese si dhe Shqipëria, vendet e Ballkanit Perëndimor janë të gjitha, është Kosova, është Serbia, është Malizi, Bosnia Hercegovina, është Turqia merr pjesë si vend delegues, Moldavia, Ukraina, është dhe kjo gjë ka të bëjë me përgjithsisht me gjithë aktet ligjore që dalin në përputhje me direktivat, pra me transpozimin e direktivave. Ajo që duhet thënë është që është një temë e nxehtë e cila ka dalë përsëri në sipërfaqe. Kjo është një dispute settlement, pra një çështje e hapur kundër Shqipërisë, lidhur përgjithsisht me sigurinë e furnizimit me energji, ku janë dy faktorë kryesorë, është energjia elektrike, është edhe lëndët djegëse. Pse pikërisht Komuniteti I Energjisë në këtë moment po tregohet kaq I ashpër me ne? Po tregohet I ashpër sepse patjetër vendet e Ballkanit Perëndimor ose palët kontraktuese të Komunitetit të Energjisë duhet të japin një kontribut të çmuar lidhur me sigurinë e furnizimit. Siguria e furnizimit, pra paketa ligjore, përcaktimi I personave, përcaktimi I autoritetit kompetent për të siguruar sigurinë e furnizimit, duhet të ishte momentalisht është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, është përgjegjëse për energjinë, por për shembull po marr një rast që nuk është zgjidhur kurrë, që është që gjithë operatorët e naftës për shembull duhet të kenë karburant të pavarur për 90 ditë. Pra nëse në një moment caktuar supozohet se do të ketë një luftë, ne duhet jemi të gatshëm të mbrojmë popullsinë me të paktën 90 ditë, dhe mbas 90 ditëve do të ketë zhvillime të tjera vetë rajoni, ose do të furnizohemi nga palë të treta e kështu me radhë. Por ajo që është më e rëndësishme në këtë mes është energjia elektrike. Energjia elektrike ka një ligj të vitit 2015 dhe megjithëse kanë dalë edhe dy rikaste, le të themi dy rishikime të direktivës së paketës së tretë për elektricitetin, pra hapjen e tregut, hapjen e rjetave, bërjen të sigurt të rjetave, krijimin e palëve,
që të mund të bëjnë të mundur lëvizjen e energjisë elektrike, lidhur kjo dhe me gjenerimin në vendet e komunitetit të energjisë, siç janë në vendet e Ballkanit Perëndimor, bën që në këtë rast BE-ja së bashku me komunitetin të ndjen edhe më të pasigurt lidhur me këtë fakt, për arsye sepse Shqipëria nuk po zbaton siç duhet direktivën. Pra megjithse është 2 herë është rishikuar direktiva dhe konceptet për energjinë elektrike, për shembull komandimin distancë, cyber security, siç janë, sepse ju e shikoni sot lufta në Ukrainë bëhet kundër në stacioneve dhe aty çështjet janë të organizuara të tilla në mënyrë që popullata të mos mbetet pa energji, sepse energjia është pjesë e jetës, është pjesë jetësore që ajo ngre ujin, lëviz, bën ka shumë shërbime që vijnë qoftë edhe në kriza të rëndësishme, siç ishte për shembull kriza e pandemisë, ku ne duhet të siguronim mundësira të qarta për këtë gjë. Atëherë, duke e kaluar problemin më tutje, jo vetëm tek fakti që është e disata herë, është e disata vit që në mbledhjen e ministerialit është mbledhja në fund të vitit e ministrave, mblidhen fillimisht para ministerialit dhe përgatisin paketën ligjore të cilën aprovohet në ministerial, janë permanent high level group, domethënë grupi i përhershëm i nivelit të lartë, i cili përbëhet nga persona të cilët i cakton ministri për të qenë të tillë. Një herë në vit ai përcaktohet. Unë për veten time nuk kam qenë ndonjëherë, kanë qenë juristë të cilët merren me çështjet e energjisë ose njerëz shumë të afërt ministrit. Dhe këta tani përcaktojnë një paketë e cila do të aprovohet në Këshillin e Ministrave, pra në ministerial, nuk është një këshill ministrash, por është një ministerial. Aty merren përfundimisht merren disa vendime. Të paktën në dijenin time është që ministeriali tashmë kur pa, sepse vite më parë vende si Bosnia për shembull nuk dëgjonin fare lidhur me ato kërkesat që kishte Bashkimi Evropian, dhe ka një rast që është shumë signifikativ dhe unë mendoj që ne të bëjmë një shkrim për këtë çështje, që ata ndërtuan një termocentral me qymyr dhe me naftë në Bosnjë, pavarësisht se Bosnja ka një organizim shtetëror të çuditshëm dhe është me enklava, sidomos me enklavat serbe, dhe Dodiku që ishte në krye të këtyre nuk pyti fare për rregullat e Bashkimit Evropian e tjera, edhe praktikisht ndërtoi një termocentral. Në Shqipëri vim dhe këto rregulla, pra siguria e furnizimit, kjo si thua e harmonizuar me politikat energjetike, duhet patjetër që t'i japi një lloj efekti në sigurinë e furnizimit. Dhe ajo që dua të them në këtë rast është që politikat energjetike i jepen përmes planeve kombëtare. Planet kombëtare, siç është plani i klimës dhe energjisë, prek aspekte të cilat kanë të bëjnë me anën sasiore të gjenerimit të energjisë elektrike dhe sigurimin e popullatës për të qenë të sigurt lidhur me kontratat e ardhshme të konsumit të energjisë elektrike nga ana e popullatës dhe krijimin e operatorëve të tregut të cilët do ta furnizojnë këtë popullatë. Por ju e shihni që në Shqipëri në këtë drejtim ka një lloj kaosi. Zhvillohen takime, për shembull në enti rregullator, për çmime të vendosura në mënyrë arbitrare dhe as pak të mbështetura në parimet e tregut. Imagjinoni që sot ne kemi 3 kompani që janë në sistemin e shpërndarjes, më mirë 3 kompani dhe një nga kompanitë është bërë unbundling, pra është bërë në 3 njësi të tjera siç është Osheja, ne kemi gjenerimin që e ka Keshi, i cili mban edhe tregtimin e energjisë, pra që krijon atë faturën e sigurimit të energjisë në rast të thatësirave ose kur shteti Shqipëria nuk është e gatshme që këto sasi energjie të sigurojë vetë nga gjeneruesit e vet. Plus kemi të bëjmë me sistemin e transmetimit, kemi të bëjmë me Oshen, që e cila ka sistemin e shpërndarjes të energjisë elektrike, ka sistemin
e tregtimit të lirë të energjisë elektrike, siç është FTL, furnizuesi i tregut të lirë, dhe FSHU-ja, që është një super kompani e cila mban popullatën me çmime të rregulluara. Normalisht çmimet nuk duhet të jenë të rregulluara, me qëllim që popullata të ndjejë se është në parimin e tregut, kur ka shumë energji çmimet mund të shkojnë shumë të ulta, kur nuk ka energji, dhe kjo do të zhvillojë një grup të madh tregtarësh, të cilët do të mundohen me 1000 mënyra të sjellin energjinë dhe të konkurrojnë në tregun e energjisë. Në këtë kuadër ne Gjergji, kthehemi tek gjenerusit. E kuptoj ku e ke llafin ti, por po ta them tani. po, Tek gjenerusit. jo, doja të Unë e di fokusohesh që jeni pak gjyq te në Roskovec. precedenti i lajmit, Atëre, se shiko, precedenti i lajmit lajmi, është që po, jo, për të orientuar pak më praktikisht bisedën. Pyetja është, komuniteti i energjisë, pra sekretariati, që ka paraqitur edhe në këtë ministerialin, a do ta bënte këtë gjë nëse nuk do ishte bërë një aplikim nga grupi i organizatave të shoqërisë civile që kërkuan nominalisht për tecin e Roskovecit, që po ndërtohet gabimisht sipas shoqërisë civile, dhe u argumentua me argumentat që paraqiti shoqëria civile, dhe ky është aplikimi që u bë, ku edhe zoti Gjergji është pjesë fytyrestare e përgatitjes të aplikimi, dhe ju e dini shumë mirë pra që u pasua, u dërgua në Vjenë kjo, dhe është marrë në konsiderat. Pra, pyetja është edhe një herë, do të ndodhte ky lajm sot nëse nuk do ishte bërë aplikimi nga shoqëria civile, nga shoqata ambientaliste? atëre, ajo që shpjegova unë ishte që tregova me dy lloj parimesh, parimi që funksionon në komunitetin e energjisë dhe parimet që funksionojnë brenda Shqipërisë, të cilat nuk kanë një përputhje, dhe për këtë është dënuar Shqipëria. Dhe në dijenin time e nisa ta them, por nuk e thash, është që edhe ne marrim dhe një gjobë për këtë çështje. Nuk janë më si më parë që jepeshe një vrejtje dhe ne na vriste gjëra ndërgjegje të tjera dhe nuk e kryenim atë, sepse kjo çështje e tregut është ka lindur që në vitin 2017, atëherë kur duhet të ishte formuar tregu, dhe sot ne jemi në vitin 2025, gati 10 vjet më vonë, mbas ligjit të 2015-s, dhe ne akoma nuk e kemi hapur tregun. Po të marrësh ligjin e 2015-s, është motamo hapja e tregut të energjisë. Kjo gjë, pra, mora rastin Dodik për të thënë që nëse nuk dëgjon këshillat e tyre, ata nuk të bëjnë pjesë. Dhe nëse ti vepron kundër modelit të tyre, atëherë përsëri ti ndëshkohesh. E përmenda planin kombëtar, ku në plan kombëtar Shqipëria më është shumë mbrapa me sigurinë e furnizimit nga ana e vet. Dhe këtë e ka lënë për tregun e lirë. Bukuri le ta lejoj për tregun e lirë, por duhen klauzola të cilat të sigurojnë furnizimin e vazhdueshëm me energji elektrike të popullatës. Dhe këtë gjë Shqipëria nuk e përmbush. Dhe kjo është thelbi i këtij procesi. Pra kur vim ke termocentrali i Roskovecit. Termocentrali i Roskovecit është një rufe në qiell të hapur. Pse e them këtë? Këtë e them për arsye sepse ne kemi gjatë 2 termocentrale, të cilat janë praktikisht pa punë. Për çfarë duhet, përse justifikohet termocentrali i Roskovecit? Për siguri furnizimi? As pak. Dhe ky është thelbi i problemit, Lavdosh. Dhe ky është thelbi i problemit. Pra, nëse do flisim për siguri furnizimi, vet traktati do thotë ti mund e ke të rritë tecin e Vlorës. Kthehe me gaz. Bile Bashkimi Evropian ka financuar për lidhjen me gaz me Tapin. Edhe vetmja exit point që ekziston në Trans-Adriatic Pipeline është pikërisht ajo që del në Oxhar në stacionin e fundit para se të shkojnë në Itali gazi. Dhe ne kemi këtë lloj, absolutisht e kemi këtë çështje. Mirë po, tani pjellim histori sikur se ajo e Korçës, që do shpohet tubacioni, do krijohet një stacion tjetër atje, gjë që është krejtësisht e pamundur
Dhe ta kam thënë që nuk mund të fillojnë punimet në fund të vitit. Ajo ishte një flusk e bërë në mënyrë të qartë kundër Ka interesave të skaduar Shqipërisë. leja për ndërtimin e leje mjedisore, ka skaduar në 13 nëntor dhe duhet Po, të riaplikoj për lejen mjedisore. Dhe nëse riaplikon, unë nuk besoj se ka shanse në kohën e sotme që ka informacion shumë më tepër që të merret një leje mjedisore pikërisht në tokët bujqësore pjellore të Roskovecit, absolutisht, absolutisht. me gjitha konsekuencat që ka nëse kjo ndërmarrje. Po këtu ka dhe një shqetësim, që frika ekziston akoma për këtë gjë, për faktin se pikërisht me 31 tetor, në datën që u shpall e pandehur zonja Balluku, ministrja pra e këtij dikasterit që është përgjegjëse për energjinë, ka firmosur bashkë me kryeministrin pikërisht lejen e ndërtimit për tezin e Roskovecit. Domethënë, jemi në një lloj situate që po nuk duhem të merremi në këtë podcast me çështje politike, por që për treguar domethënë rrezikun dhe kërcënimin real që ekziston në këtë rast, që mund të kalojmë në një situatë që meqense ka formalisht një leje ndërtimi zyrtare, edhe pse është leje totalisht e pa mbështetur në leje mjedisore apo në lejen e bazenit ujor apo në lejen e erës për prodhim energjie, mund të filloj një lloj ndërtimi, edhe më pas e kemi diskutuar dhe herë tjetër, ekziston dhe rreziku që meqense është një dokument shtetëror, edhe kompania mund të kërkojë, kjo kompania greke dhe Generdyshi bashkë, domethënë që është Bashkim Ulaj në këto raste shpesh është aktor i rëndësishëm si oligark, që të kërkojnë dëmshpërblim për mos lejimin e vazhdimit të kontratës e kështu me radhë. Gjë që ka ndodhur, ju e dini shumë mirë, dhe me tecin e Korçës, domethënë kjo Absolutisht. çështja Absolutisht e shpjegove shumë bukur. Domethënë, këtu kemi dy pamje. Pamjen që nga njëra anë, unë kemi diskutuar edhe herë të tjera, kur vjen Bashkimi Evropian, afrohet me rregulla dhe me çështje të caktuara, sigurisht që nuk ka vend për tecin e Roskovecit. Aq më tepër ne kemi diskutuar dhe disa herë, dhe qindra herë, që ai do të merrte diçka në arbitrazh, dhe këtë mbaj mend, do dalim dhe unë dhe ti në arbitrazh për këtë çështje. Nëse ai do të kishte një marrëveshje me Tapin. Ai praktikisht nuk e ka. Se çfarë kujton ti se është Tapi? Tapi është një bashkim operatorësh, të cilët kanë interesa shumë herë më të mëdha për Italinë, e cila e përdor gazin jo për gjenerimin e energjisë elektrike, po për nevoja civile. Një gjë që ne nuk e kemi në Shqipëri. Më kupton? Pra, unë gjykoj që qoftë shashka e Korçës, qoftë shashka e Roskovecit, janë disa ngjarje të cilat nëse nuk do ndërtohen, dhe nuk ka gjasa të ndërtohen, se nuk ka marrëveshje me Tapin, nëse nuk ekziston burimi i energjisë, nuk mund të ekzistojë termocentrali, është e kotë. Le të marrin dhe 100 leja ndërtimi, është e pamundur nëse nuk e ka atë. Sepse vetë qeveria shqiptare futet në një rrjet vicioz që jep një lej pa burimin. Pra është si të japësh një lej fotovoltaikësh kur kemi një hije të madhe kur nuk bie kur dielli. Këtë po thua edhe ti. Kështu që unë besoj shumë që kjo e dyta ka më shumë shanse të ndodhi, pra arbitrazhi. Por edhe nëse ndodh arbitrazhi, argumenti më i fortë është argumenti mjedisor, që s'ka mundësi kur të zhvillohet, bile dhe argumenti mjedisor mundet që nesër ta japi deklaratën ministri i mjedisit, Shella Mirela, atë deklaratën ministrore për ndërtimin e tezit Roskovecit, por ajo deklaratë është temporare, është e përkohshme dhe nuk mund të vendos mbi fatet e tokës bujqësore në Roskovec. E fundit dhe unë kam thënë vazhdimisht që nuk është e mundur që teci në Roskovec të ftohet, me se do ftohet. Janë ca parimet të ligjet të termodinamikës e pa mundur të ftohet.
Nëse ai ftohet veten me prodhimin e energjisë, kjo do jetë një gafë e rëndë dhe rendimenti aty do bjerë në 15-20%, çka nuk e ka leverdin fare ta bëjë atë. Por mund të jetë dhe skema e pastrimit parave, as nuk e diskutoj këtë pjesë, edhe nuk jam në gjendje të artikuloj këtë zonë. Por për Të çështjet gjitha e këto janë saktuara, informacione që ne i kemi paraqitur në Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë dhe ata janë thelluar dhe kanë nxjerrë edhe konkluzione të tjera që do na renditësh ti pak a shumë 2-3 pika kryesore që ata kanë nxjerrë, po ndërkohë doja të komentoja pak edhe një çështje tjetër që ne jemi një vend që ju keni thënë që balancohemi shumë mirë me energjinë diellore dhe me energjinë hidrike dhe është një potencial që ka Shqipëria që mund të jetë një vend që të jetë 100% me burime të rinovueshme në prodhimin e energjisë për nevojat e veta. Dhe këtu kemi tani kohët e fundit një lloj shpërthimi të një lloj alergjie për tecet i quajnë tece gabimisht për këto impiantet fotovoltaike për prodhimin e energjisë. Për arsyen se dhe unë marr shkas nga një botim që edhe bëra vetë pikërisht kemi disi pikal 2-3 ditë përpara që është fituar një tender për panele fotovoltaike me kapacitet 49.96 megawatt në Bistrisë, në zonën e Bistrisës, pikërisht nga Bashkimi Ulaj gjithashtu në këtë si që është i tecit Orsovesit dhe bëjmë këtë lidhje edhe për të panel këtë impiant fotovoltaik. Tani, ajo që po ndodh edhe përmenda diçka edhe në një media tjetër që 49.96 është pak arritur 50 megawatt. Dhe ne dim nga konventa e Arusit që për tecet me kapacitet mbi 50 megawatt, kërkohet një vlerësim i ndikimit të mjedis i thelluar. Dhe duket për të shmangur këtë vlerësim të ndikimit të mjedis, i cili pastaj duhet të diskutohet me publikun, është kjo artifica për të shkuar deri ke ai pragu që e përjashton këtë. Kështu që qeveria i ka duart e lira për t'i dhënë tendera kujt të dojë, pa vlerësim të ndikimit të mjedis, pa ditur se çfarë impakti ka komuniteti e kështu me radhë, dhe ka filluar dhe për këtë gjë duke ata marrin shpejt e shpejt një leje se nuk ka VNM për të miratuar dhe shkojnë edhe përplasin me komunitetet siç ka ndodhur në shumë kullota të vendit që në mënyrë arbitrare kanë shkuar me leje aty të marrë pa kaluar në një proces të tillë të analizës që është edhe detyrim ligjor të pjesëmarrjes publikut në këto lloj vendimarrjesh. Pra, edhe për këtë pikë duhet ta sqarojmë ne që ne i mbështesim energjitë e rinovueshme, por ne nuk mbështesim çdo lloj energjie të rinovueshme, që të vi çdo lloj privati këtu, që të prodhojë energjinë të zëkullotat e Shqipërisë edhe pastaj ta çojë energjinë në Greqi, në Itali, ku të doj. Domethënë, edhe ju keni një koment për këtë gjë në kuptimin e kësaj lloji performance që është kopsitur me një slogan që tani nuk po e ndigjoj më, Shqipëria net exporter në vitin 2030. Unë nuk je që as i presi kësaj që thua ti dhe në dijenin time mjedisit, domethënë vlerësimin e ndikimit të mjedis VNM, ne kemi në çdo projekt fotovoltaik dhe arsyet pse është sepse kjo përmbahet në dokumentacionin përkatës sipas procedurave. Por për te procedurave, unë mund të them kaq, që në dijenin time dhe me sa nuhas, është një zhvillim krejtësisht kaotik i fotovoltaikëve. Në vend që të ishte një si thua një readiness assessment ose një vlerësim të gatishmërisë të rrjetave për ta përballuar këtë situatë. Po për këtë, siç duket, këta oligarkët nuk pyesin dhe vazhdojnë të marrin leja pafund, të cilat jepen në formën e qokës, pavarësisht se sa i mirë apo sa i keq është një projekt i aplikuar brenda ministrisë.
Ajo që dua të them me kujdes është që dhe lidh me diskutimin e mëparshëm të komunitetit të energjisë është që ku është siguria e furnizimit në këtë rast? Ku? Nëse ti I jep ato për tregun e lirë dhe kërkon pasaj këto energji, këta të gjithë janë duke pritur se do vinë italianët, do blenë energjinë më shtrenjtë se sa ne, dhe do marrin energji dhe ta çojnë në Itali përmes kablit në New York. Kjo është prit gomar të mbi bar. Dhe oligarkët shqiptar nuk din ndoshta se shtetbëjnë parat për këtë çështje dhe vazhdojnë në mënyrë të pakuptim, të mendoj unë, se do të kenë ca letra dhe këto letra mund t'i rishesin, nxjerrin kostot e tyre kështu me radhë. Por mendoj se kjo do të vi si dhe me hidrocentralet. Me hidrocentralet unë mbaj mend vitin 2008-2009, ku po bëhej një pazar I madh me letrat që kishin për hidrocentralet dhe nuk lanë vi uji e të tjera të tjera. Tani ajo situatë ka rënë, se si duket ka funksionuar ajo pjesa që në treg nuk mund dalësh me gjenerus uji, sepse uji të lë në baltë e kështu, kurse dielli është më I sigurt sepse del afërsisht 280 ditë në vit dhe kjo krijon më shumë siguri në prodhimin e energjisë. Por çështja është më e thellë akoma, sepse Shqipëria ka detyrime që këtë energji ta blej për vete, sepse është energji me kosto shumë më të ulët se sa të tjerat. Dhe kjo është ajo që ka humbur filli I këtij lloji diskutimi, Lavdosh, dhe mua personalisht më vjen keq për këtë pjesë. Përveç ndikimit mjedis. Pra donte një analizë shumë të qartë mjedisore, tekniko, organizative, mjedisore dhe ekonomike, dhe në përputhje me parimet e tregut, me qëllim që ti të sigurosh këtë pjesë. Por nuk mund t'i them unë siguri furnizimi një objekti I cili shkakton humbje të tmerrshme në rrjet. Sepse humbjet janë afërsisht po shkojnë janë 17-18% dhe nuk janë pak. Dhe rrjetat nuk janë fare të përgatitura për këtë pjesë. Po. Pra, Komiteti Energjisë ka lënë edhe një deadline, një afat deri në 1 korrik qeverisë shqiptare që të korrigjojë gjitha këto gabime apo me dashje apo pa dashje të bëra deri tani dhe kjo do të jetë pastaj një hap tjetër që janë dhe ato penalitetet që përmendet ti. Por atëherë ne që bëmë këtë aplikimin për të evidentuar të mënyrë përqasje të gabuar me çështjen e energjisë, po themi me këto termat jo kështu të karakterit penal, korrupsion e kështu me radhë, po që thjesht si vendimarrje e gabuar për momentin dhe do angazhohemi që të japim mendime nga ana jonë bashkëpunim me organizatat kombëtare, qeverisë shqiptare që si mund të përmirësojë këtë situatë dhe të japë rruga Shqipërisë për aftësinë e Bashkimit Evropian dhe padyshim besoj edhe gjëji si Maku do të jetë bashkëpunim me Shiko, Lavdosh, unë ndjej përgjegjësi qytetare për ta bërë këtë. Dhe nuk e kam fare se kam qenë një ish atje dhe ndoshta dhe unë kam bërë veprime të cilat I kam pasur të urdhëruara nga ministri. Gjithsesi, unë gjykoj që era e re po vjen. Dhe takimi jonë që kemi bërë para 1 muaji më duket, me atë zonjë që ishte drejt për drejt engaged, e ngarkuar me çështje të energjisë dhe të këtyre çështjeve dhe ajo ishte në brendësi të problemit për Roskovecin. Unë gjykoj që ata janë në rrugë të mbarë dhe kemi bërë shumë mirë që ne e kemi denoncuar brenda rregullave të Bashkimit Evropian dhe brenda rregullave të komunitetit, jo se nuk e duan vendin tonë. Dhe këtë e kemi shprehur në mënyrë eksplicite, por ne gjykojmë që vendi ynë ka nevojë për dekarbonizim dhe jo për karbonizim të mëtejshëm. Edhe ky ka qenë parimi me cilin ne kemi luftuar.
Nuk dëgjohesh mirë nga zëri, ke një problem. Jam plotësisht dakord. Gjithë të mirat, mirë pash.